gjykata ka qëndruar e heshtur, nuk kemi marrë asnjë përgjigje prej asaj date. Dhe natyrisht të ngrit krejt të shqetësime, të i pas krejt këto vrejtje, dilema, dhe të mos marrë një përgjigje, dhe në mungesë transparencës nga ana e gjykatës, ne kemi angazhuar një autoritet pavarur, neutral dhe profesional për të kryer një vlerësim preliminar mbi çështjet e identifikuara, pra ato shqetësime që ne i kishim ngritur edhe në takime edhe në letrat e dërguara kryetares së gjykatës. Përzgjedhja e organizatës është bërë duke marrë në konsiderat kriteret që garantojnë ekspertizë profesionale, panshmëri dhe integritet. Procesi i vlerësimit është zhvilluar në koordinim procedural pas një ndërhyrje, përmbajtje, metodologji apo analizë deri në dorëzimin e raportit final. Përveç kërkesave për çështjet që dojmë me i trajtu, raporti është tërësisht i pavarur dhe është punuar nga organizata. Pra nuk kemi pas asnjë ndërhyrje, as me komente, as me vërejtje. Është autentik, ashtu çish është dorëzuar, ashtu dhe kam u prezantuar edhe para juve. Raporti konfirmon shqetësimet e ngritura, konstaton se këto shqetësime janë substanciale dhe mjaftueshëm serioze për të justifikuar shqyrtim të mëtejshëm institucional. Pra fakti që raporti është preliminar nuk do të thotë që ka arrit me konstatu shkeljet në mënyrë të faktuar, por që shqetësimet i vërteton. Dhe për më tepër, në pikën 26 të raportit, që është në fillim raporti konstaton se mandati i dhomave specializuar ka pas devijim nga qëllimi fillestar dhe nuk është në frymen e pretendimeve nga raporti i Këshillit të Evropës. Domthon për secilën konstatim që do të flas, ju keni mi gjetë në raport edhe konstatimet ashtu siç i kanë konstatuar vetë ekspertë që e kanë bërë këtë raport. Sa i përket çështjes së paraburgimit dhe kufizimit të drejtave gjatë qëndrimit në paraburgim, raporti evidenton shqetësime serioze lidhur me kohëzgjatjen e paraburgimit, mungesën e mundësive reale për lirim të parakohshëm dhe kufizimet e komunikimeve familjare por edhe ato profesionale, pra me ekipet e mbrojtjes. Gjithashtu, raporti tregon se mbikëqyrja sistematike e komunikimeve, me cilat jam ballafaquar dhënë, sepse në vizitën që kam pas vitin 2025, jam vëzhguar nga personeli i paraburgimit dhe nga 2 kamera, të cilat gjatë gjithë kohës kanë regjistruar komunikimin dhe bisedat që kanë pas me të paraburgosurit. Pra, raporti konstaton se mbikëqyrja sistematike për qëllime tjera përbën ndërhyrjen në anonimitet, këtë standardit të gjykatës kompetente të pavarur të anshëm dhe të themeluar me ligj një prej kriterëve ose standardeve për gjykim të drejtë. Raporti identifikon shqetësime të konsiderueshme lidhur me mënyrën e emërimit dhe përbërjes së trupave gjykos. Raporti konstaton se kryetaria gëzon diskrecion të konsiderueshëm për të formuar panelet, gjë që mund të ndikojë në perceptim për panshmërisë, pra perceptimin që lidhet me panshmërinë, veçanërisht në nivel të apelimit. Më tej, raporti evidenton shqetësime lidhur me konsultimet interinstitucionale të parapara me rregullën 12 të rregulloreve të punës së gjykatës, si dhe mungesën e gjyqtarëve nga Kosova, duke vënë në pikpyetje kompetencën e dhomave specializuara në raport me të drejtën dhe praktikën vendore. Në raport me përjashtimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, rregullat e përcaktuara nga gjykata janë me defekte dhe boslëqe të shumta, sepse së paku në 2 raste është vërtetuar që kërkesën për përjashtimin e kryetares së gjykatës e vlerëson dhe shërton vetë kryetaria e gjykatës, pra kjo tregon që ka mungesë të mbikëqyrjes dhe mekanizmave edhe kur konstatohet që mund të ketë shkelje të kësaj natyre. Raporti trajton me shqetësim të veçantë çështjet që lidhen me integritetin procedural dhe perceptimin e panshmërisë pas pjesëmarrjes së kryetares, prokurorit specializuar Jack Smith dhe administratorit të gjykatës në një informim diplomatik të zhvilluar pa dieninë e mbrojtjes. Është fjala, ky komunikim është vendosur mbi bazën e një dokumenti që është hartuar nga njëri prej pjesëmarrësve, shtetet pjesëmarrëse në këtë takim, dhe përmbajtja e komunikimit është e vendosur në raport.
Raporti evidenton se deklaratat e atribuara prokurorit, përfshirë dhe kryetarës së gjykatës, përfshin përshkrimin ku konstatohet ose theksohet dënime me burgim të përjetshëm, pra vitet për vitin 2021, në vitin 2011. Dhe pastaj konstatimi që nëse lirohen ta persona mund paraqesin rrezik dhe duhet mbahen para burgim, konstatime nga vetë kryetarja e gjykatës i ngrenë shqetësime serioze jo vetëm për prezumimin e pafajësisë, por edhe për integritetin e procesit të lirimit parakohshëm, si edhe mungesën e transparencës procedurale. Shqetësime dhe vërejtje që janë konstatuar në pikat e raportit, mundet për drejtim e vendos pikën 102 dhe pikën 103, po dhe pikën 101 ku janë përshkruar këto situata. Në raport me pranueshmërinë e provave, veçanërisht provat siguruara nga Serbia, raporti evidenton pasiguritë konsiderueshme juridike, qasja e pranimit të parakohshëm të provave dhe shtyrja e vlerësimit përfundimtar deri në gjykim, përshkruhet si burim potencial i padrejtësisë procedurale dhe pasigurisë për palët. Sa i përket prova me origjinë nga Serbia, raporti konstaton mungesë transparencë serioze pasi kërkesat e mbrojtjes për qasje dhe zbulim për origjinën e materialeve mbeten pa vendim publik. Mungesa çfarë do vendimi publik përbën në vetvete shqetësim për transparencë. Është konstatuar në raport. Lidhur me parimin e barazisë së armëve, raporti identifikon shqetësime paraprake që prekin efektivitetin e mbrojtjes, përfshirë kufizimet në vizitat e privilegjuara, mungesën e kohës së hapësirës adekuate për përgatitje, zhvillimin e vonuar dhe të pjesshëm të provave, procedurat penale paralele dhe ndryshimet të njanshme të sistemit të ndihmës juridike. Raporti vlerëson se këto elemente përbëjnë indikatorë serioz që kërkojnë analizë të mëtejme, ndonse në këtë fazë nuk mund të konkludohet përfundimisht shkelje, por një konstatim i tillë mund të konstatohet nëse bëhet analizë e plotë. Sa i përket parimit të lishmërisë, raporti ngre shqetësime lidhur me përdorimin e normave dhe standardeve të derivuara nga statuti i Romës, i miratuar pas periudhës së jurisdiksionit kohor të dhomave të specializuara. Fjala është për një dokument, një instrument ndërkombëtar që ka hyrë në fuqi në vitin 2001. Raporti thekson se mbështetja në burime juridike pas periudhës relevante rrezikon të çojë në interpretim të së drejtës zakonore ndërkombëtare në mos përputhje kohore. Për këtë arsye, raporti konstaton se ekziston rrezik real që konstrukti normativ i veprave penale të mos jetë plotësisht në harmoni me standardin e ligjshmërisë. Pra krijon rrezik pa pajtueshmërisë me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe standardet që ka përcaktuar ajo për një gjykim të drejtë dhe të panshëm ku është përfshirë edhe parimi i ligjshmërisë. Në përfundim, raporti thekson se ky dokument përbën një vlerësim paraprak dhe jo një konstatim përfundimtar. Për shkak të kohës dhe rrethanave në cilat u kry, por dhe për shkak të vëllumit të madh të dokumentacioneve, procedurave që u dashur me udhëheq, por evidenton një numër shqetësimesh serioze dhe të dokumentuara që nuk mund të shpërfillen. Raporti nënvizon se standardi relevant i vlerësimit duhet jetë Kushtetuta e Kosovës dhe Konventi Evropian e Drejtave të Njerëzit, e jo praktikat potencialisht problematike të tribunaleve të tjera ndërkombëtare që shpeshherë janë përcjell me probleme serioze, konstatuara dhe nga vetë gjykatat në raste të ngjashme. Autorët e këtij raporti rekomandojnë krijimin e një mekanizmi të qëndrueshëm të pavarur dhe të financuar në mënyrë adekuate për monitorimin e vazhdueshëm të proceseve gjyqësore, kërkesë shtruar ka mot prej qysh nga viti 2021 prej institucionit të avokatit popullit dhe prej meje si avokati popullit. Dhe monitorimi duhet të jetë në mënyrë të vazhdueshëm edhe me nivel të lartë profesionalizmi që kishte me mot edhe kishte me mbikëqyr gjykatën për efektshmëri dhe zbatim standardeve me një mbikëqyrje të jashtme. Par Human Rights është një organizatë e pavarur juridike me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, e lidhur me
profesionin e avokatëve në Angli, duke marrë parasysh autoritetin, integritetin profesional dhe kredibilitetin ndërkombëtar, kjo organizat, si dhe natyrën e pavarur dhe të dokumentuar të këtij vlerësimi preliminar, unë konsideroj që raporti bart peshë konsiderueshme juridike dhe institucionale, pasi identifikon shqetësimet serioze që prekin drejt për drejt standardet themelore të drejtave të njerëzit, përfshirë të drejtën për gjykim të drejtë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, të drejtën për liri dhe siguri, për mbrojtje, respektimin e jetës private dhe familjare, si dhe efektivitetin e mbrojtjes juridike. Edhe pse raporti nuk nxjerr konstatime përfundimtare, niveli dhe natyra e shqetësimeve të identifikuara krijojnë rrezik real për cënim sistematik këtyre të drejtave dhe kërkojnë trajtim urgjent institucional. Mesazhi kryesor që rrjedh nga raporti është nevoja për forcim të menjëhershëm të transparencës, llogaridhënies dhe mekanizmave të mbikëqyrjes së pavarur me qëllim parandalimit të këtyre rrezikeve, dhe që mangësitë procedurale apo strukturore të mos cënojnë legitimitetin e procesit gjyqësor. Në këtë kuadër, avokati i popullit do të vazhdojë angazhimin për shërtimin e mëtejshëm të çështjeve që ka evidentu ky raport, por edhe çështjeve tjera që nuk kemi mujt me i përfshin këtë raport, që janë ngritur ndërkohë me deklarata publike dhe me shkresa zyrtare në raste të tjera. Njëkohësisht, autoritetet vendore kanë obligim institucional dhe kushtetues që funksion të mbrojtjes drejtave themelore dhe integritetit të sistemit drejtësisë t'i adresojnë këto çështje në të gjitha nivelet vendore dhe ndërkombëtare. Kjo është pak a shumë e përmbledhur krejt ajo që ne kemi dashur sot me prezantu para jush, të gatshëm me u përgjigj në çdo pyetje që ju keni interes me parashtru, e njëkohësisht do ta keni në dispozicion edhe vetë raportin për me pa në detaje përmbajtjen e tij. Ajo që du me konstatu në vazhdim është që këto shqetësime që janë vërtetuar në këtë raport janë ngritur shumë kohë përpara, nuk kanë marrë përgjigje. Për mos me thonë, kemi pas një tentim me në anashkalu në çdo fazë të procesit, duke kriju një sistem mos përfillje së reagimeve tona. Sa herë që i kam ngritë çështjet e tilla, gjykata është thirrë në mungesë të kompetencës institucionit të avokatit të popullit, por që kjo nuk e zhvlerëson ose nuk e bën më pak të rëndësishëm këto shqetësime të ngritura, sepse janë shqetësime që në opinionin publik kanë dalë që një kohë, janë diskutuar për to, shoqëria jonë i din problemet dhe sfidat me të cilat po ballafaqohet këtë proces, dhe tentimi për me i dhënë çfarëdo konotacioni jashtë standardeve në të cilat sistemi jonë i drejtësisë funksionon, për qenë se kjo gjykatë është e Republikës Kosovës, konsideroj që është shqetësim i secilit qytetar të Republikës Kosovës, por edhe shqetësimi imi si avokat i popullit. Natyrisht, çësia në drejtësi, vendosja e drejtësisë kërkon balancin në mes të vendosjes së kësaj drejtësie me një proces të drejtë që askush i pafajshëm të mos pësoj, po askush i pafajshëm të mos mbetet i pandëshkuar. Kështu që tu besu që ky raport kam i kontribu edhe vetë qasjes së gjykatës për një transparencë dhe llogaridhënie më të madhe, tu besu që kam indiku tek institucionet vendore ndërkombëtare mu angazhu më tepër edhe më seriozisht për mi trajtu këto shqetësime dhe me i dhanë përgjigje shqetësimeve të ngritura, unë besoj që është një kontribut modest, por që nuk do të ndalet këtu, sepse ne do të vazhdojmë edhe më tej të gjitha çështjet e ngritura, por edhe çështje tjera të i trajtojmë në mënyrë specifike.